Për shkak dritës. Mirë mbrëma të gjithëve. Spari më lejoni që ta falenderoj kryetarin e PDK-s, Bedri Hamza, për këtë takim që zhvilluam sonte. Është në kuadër të përpjekjeve tona për të gjetur një zgjidhje e cila natyrisht siguron pjesëmarrjen e 80 deputetëve për zgjedhjen e presidentit e për çfarë e kemi vetëm edhe javën e ardhshme. E falenderoj për frymën konstruktive të takimit, që tashmë ngadalë për sigurt ka filluar që të bëhet normë e raporteve tona dhe natyrisht që edhe përtej kësaj sfide që kemi javën e ardhshme është shpresë dhënëse për bashkëpunimin, bashkëveprimin ndërmjet qeverisë dhe opozitës në legjislaturën e 10. Ky takim nuk vjen vetëm pas takimit të parë që kishim në kryeministri, por vjen edhe pas takimit që ka pasur kryesia e PDK-s, e cila kishte si kërkesë të prezantuar si ofertë që propozimi i PDK-s të jetë ai i cili shënon fillimin edhe fundin sa i përket presidentit të ri të Republikës Kosovës. Nuk u tha ndonjë emër konkret dhe nuk kishte mundësi për shumë diskutim të thelluar në këtë aspekt. Ndonë se biseduam për zhvillimet dhe situatën politike, jo vetëm në Kosovë, në rajon, por edhe në botë, veç se për temën praktike, politike, institucionale për cilën jemi takuar, nuk u tha ndonjë emër i përveçëm, e që dihet se është thelbësor për rrugën përpara. Tash lajmi i mirë është që PDK-ja ka vendosur të propozojë një kandidat dhe kjo natyrisht që jep shpresë për garë interesante në javën e ardhshme, meqense kandidati i propozuar si konkluzion i mbledhjes së kryesisë së PDK-s do të jetë propozim partijak. Atëherë secila parti i ka propozimet e veta, secila parti është veçmas. Ne nuk kemi arritur që të kemi një kandidat që do të ishte konsensual, së paku ju deri më tani, e i cili do të shkonte përtej propozimeve partijake. Por meqense kryesia e PDK-s insiston në propozime të partive, atëherë siç është Bedri Hamza, kryetari i PDK-s, edhe unë jam kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Natyrisht subjekte politike të ndara dhe konkurruese, rivale në skenën politike, por po e ritheksoj që është një njoftim i mirë që PDK-ja e ka diskutuar dhe e ka konstatuar që ajo si parti ka nevojë të ketë propozimin e saj. Tash ne e dim që si mazhorancë kemi 66 deputet, nga të cilët 57 janë të lëvizjes vendosje me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor Guzo dhe Alternativa. Në anën tjetër të këtij 66 tonë që më votoi për kryeministër në këtë mandat të legjislaturës së 10, e kemi PDK-n e cila ka 22 deputet, pra 1/3 e mazhorancës, dhe megjithatë ata janë subjekti i dytë për nga pesha në Kuvendin e Republikës dhe askush nuk mund të jetë afër sikur ata që këtë numër 22 ta bëj 30, duke shtuar edhe 8 nënshkrime për propozimin që do të jetë nga ana e PDK-s. Ta shohim tash se si do të ecë kjo punë, por në rastin më të keq që aty mund të ndihmojmë ne, ose mund të ndihmoj edhe dikush tjetër, në mënyrë që të kemi garë, sepse ju e dini që gjykimi gjykatë kushtetuese nga periudha para më shumë se një dekade kërkon që të ketë garë. Pra nuk është e mundshme që të ketë një propozim dhe në flet votim për president jetë veç se një emër i përveçëm. Andaj shpresoj që të kemi një garë ku emrat të dihen sa më shpejt, por tash për tash ky nuk është rasti. Nëse PDK-ja del me një kandidat, a do dilni edhe me një kandidat tuaj? Po atje po duket se po shkojmë. Ne kemi mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje nesër.
Natyrisht që mbledhjen e nesërme nuk e kemi thirrur enkas për çështjen e Presidentit të Republikës, e kemi thirrur para se gjithash për shkak se është obligim statutor i yni kronologjik që të kemi 4 mbledhje në vit, pra çdo 3 muaj, dhe sidomos për shkak se si vjet 2026 është vit zgjedhor në lëvizjen vetëvendosje. Zgjedhjet herën e fundit në vetëvendosje kemi mbajtur në vitin 2022, patën filluar zgjedhjet me 15 mars aso kohe dhe u patën përmbyllur me 23 nëntor. Pra zgjedhje në të gjitha nivelet që kanë zgjatur diç mbi se 6 muaj. Tash na duhet përgatitje të reja në lëvizjen vendosje, por natyrisht do të diskutojmë edhe këtë çështje. Dhe duket që kur s'ka mundësi për marrëveshje politike, kur s'ka mundësi për propozim konsenzual, atëherë do të kemi propozime partijake që do të merren vesh shpejt, por emrat e përveçëm duket që shkoj edhe kjo e shtun e fundit e ditës fundit muaj shkurt pa emra konkret. Jeni përcaktuar tashmë për ndonjë emër kryeministër nga shumica? Ne nuk jemi përcaktuar për emër të veçantë. Ju e dini që vetëvendosja është subjekt jo veç se i gjerë i madh, por është më i madhi në Kosovën e pas luftës dhe besoj që nuk është vështirësia aty. Vështirësia do të jetë tek hapat që na presin në vijim dhe uroj për një garë sa më demokratike, të hapur dhe natyrisht sa më parë ta kalojmë edhe këtë sfidë dhe të fillojmë me intensitet të lartë në qeverisje sipas programit qeverisës që sa më parë në muajin që nis nesër do ta prezantojmë para kabinetit, opinionit publik dhe kuvendit të Republikës. Faleminderit shumë.